Në vitin 1999, ditët e para të pas luftës, u themelua qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, një dritë shprese për ata që mbijetuan dhimbjen më të madhe. QKRMT ngriti programin e parë për trajtimin e traumës dhe ndërtoi bazat e kujdesit psikosocial për të mbijetuarit. Për te rehabilitimit psikosocial, përmes fushatës Dëgjo zërin tim, QKRMT udhëhoqi rrugën drejt njohjes ligjore të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës. Zëri i tyre u dëgjua, e më pas u një ligjërisht e drejta për dinjitet. Feridit Rushiti u nderua me çmimin ndërkombëtar Gratë e Guximshme nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ndërsa Vasfie Krasniqi foli publikisht, duke thyer heshtjen përmes mbështetjes së QKRMT-s. Për herë të parë dikush dënohet për krimet e dhunës seksuale të luftës. Dhe më pas, QKRMT ndërtoi platformën e parë për dokumentimin e krimeve të dhunës seksuale. 14 prilli u shpall ditë memoriale për të mbijetuarit. U sigurua kujdes shëndetësor falas dhe drejtësia përparoi me aktgjykime të reja dhe njojën e pensioneve të dyfishta për të mbijetuarit. Në janar të vitit 2025, QKRMT dhe Feridit Rushiti u nominuan për çmimin Nobel për paqe dhe për herë të parë një mbijetuar mashkull, Ramadan Ishori, ndau publikisht historinë e tij. Në 26 vjet, mbi 12.000 përfitues dhe 20.000 njerëz janë prekur nga puna e QKRMT-s. Një rrugtim i mbushur me kujdes, shpresë dhe drejtësi që vazhdon për çdo zë, për çdo të mbijetuar.